si vjet, pra si do të jetë, do të flasim me Dr. Faik Hotin, që na vjen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik Kosovës, i cili do të na flas pra me procesin e vaksinimit gjatë këtij viti. Faik, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj gjithashtu. Ndryshimet e motit bëjnë që prezenca e virusave, gripit, e ndryshimeve të klimës, ftohjeve të jenë më të theksuara. Dhe po besoj që vaksinimi apo vaksinat kundër gripit do të ndikojnë përgjithësi në mirëqenien e shëndetit të popullatës. Patjetër, siç e thatë edhe ju, edhe si vjet sezoni i vaksinimit kundër gripit sezonal hapet në kole themi, edhe është një mundësi shumë e mirë për gjitha ato grupe që konsiderohen si të rrezikut, përfshirë personat me sëmundje kronike, personat e moshës mbi 65 vjeç, gradë 7 zëna, personeli shëndetësor, por pa dallim, gjithë qytetarët kanë të drejtë që të vaksinohen dhe kësaj të krijojnë një preventiv kundër virusit të influencës A dhe influencës B, që karakterizohet me shpeshësi apo prani i tij, sidomos ka fundit tetorit, fillimin nëntorit deri në muajin mars. Gjithashtu po duket pak më herë, sepse tetori fillimi tetorit fundit vaksinat janë sigurisht shumë më herë dhe kjo krijon më tepër mundësi që procesi të shkojë mirë, që njerëzit kenë informatat themelore sa i përket rëndësisë vaksinimit, edhe të shfrytëzojnë gjitha mundësitë që ta marrin vaksinën, sepse vaksinës i duhen ja 2 javë kohë ashtu që të reagojë dhe të krijojë imunitetin aktiv në mënyrë që organizmi të jetë i mbrojtur kundër virusit. Harrova ta them që duhet vaksinohen edhe fëmijët prej moshës 6 muajshe e lartë, të gjithë ata fëmijë që kanë indikacione ose që kanë probleme të ndryshme shëndetësore, sepse ta themi për qytetarët është shumë e rëndësishme, vaksina është mjet parandalues, do të thotë vaksina nuk ka efekt për të mjekuar një sëmundje, por e parandalon atë dhe në mënyra më e mirë. Komplikimet i po, sidomos nuk do të thonë shembull që çdo person i cili vaksinohet jetë gjithmonë i mbrojtur, por edhe në rast se infektohet nga virusi influencës, ai do ta kalojë shumë më lehtë gripin dhe nuk do të ketë komplikime, sepse shpeshherë bëhet një gabim i madh, influenca apo gripi shikohet si një sëmundje lehtë që është e kundërta, sepse miliona vet në botë gjatë vitit prekën nga gripi e madje din të zhvillojnë edhe komplikime në raste të shumta edhe të përfundojnë fatalisht. Pra është koha e dur që këto kategori që i përmenda të drejtohen qendra të vaksinimit, sepse qasja është mjaft e lehtë, ta marrin vaksinën dhe të sigurojnë ata e ne që nuk i përkasim këtyre kategorive për shkakun, do të presim në radhë, do të lejojmë atyre përpara fëmijëve, të moshuarve apo normalisht ato konsiderohen si grupe të rrezikut, mirë, po edhe ne gjithë kemi të drejtë dhe është mirë që të vaksinohemi. Unë si vjet në komitetin këshillues që është për dhënien e vaksinës kundër gripit sezonal, përveç këtyre kategorive që janë standarde, le të themi, që duhet vaksinuar, është rekomanduar që të vaksinohen edhe disa grupacione tjera, për shembull pjesëtarët e policisë, të forcave të sigurisë së Kosovës, për shkak se si organizata edhe si pjesëtarët e tyre kanë mjaft kontakt me komunitetin. Gjitha kushtet ekzistojnë, qasja është e lehtë, vaksinat janë siguruar dhe thirrja jonë si profesionist shëndetësor është që qytetarët ta shfrytëzojnë këtë mundësi edhe të krijojnë imunitet dhe të jenë të mbrojtur për gjatë sezonës së gripit. Siç kemi frikë këto vaksinat, ku flasim për këto vaksinat. Dikush po na telefonon, është e mundur që të ka të bëjë me vaksinën, do të se intereson diçka, apo se s'po e shoh as emrin as kush është? Apo jo? Jo, me siguri na telefonon për treguar që po na ndjek. Mirë, kjo çështje tjetër, le të na ndjek atë. Dhe falenderojmë. Po mjekun në studio kemi të mëkurën. Natyrisht, por edhe sot e kemi mjekun Dr. Faikun, por sot po flasim për diçka tjetër, për një aspekt ku mund ta marrim vaksinën. Po, pa problem. Secili qytetar mund t'i drejtohet qendrës kryesore. Po, ka filluar vaksinimi, vaksinat janë shpërndar javën e kaluar dhe në çdo komunë të vendit tonë, qytetarët mund të shkojnë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe nga mëngjesi deri në orët e mbrëmjes të vaksinohen madje në kryeqytet. Në të gjitha qendrat, domethënë. Secila komunë në profilet e tyre në rrjetet sociale, në webfaqe i kanë të publikuara oraret, madje Prishtina ka disa qendra të vaksinimit, kështu që qasja është e lehtë, vaksina është në dispozicion, nuk ka as rallë për të pritur, merret lehtë dhe nuk ka asnjë lloj arsye që dikush që i takon këtyre kategorive ta shtyj vaksinimin, sepse e thash, duhet merret tani vaksina në mënyrë që efekti të fillojë të ndjehet. Një pyetje kam unë, nga vjen vaksina, mos më thuaj nga Kina, sepse aty friksohemi. Duhet të sigurojmë
qytetarët që të gjitha vaksinat cilat merren janë vaksinat të parakualifikuara nga organizata botërore e shëndetësisë, i plotësojnë standardet, janë vaksinat sigurta, efektive dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kemi një infrastrukturë të jashtëzakonshme të ruajtjes së tyre në kuadër të zinxhirit të ftoftë, i cili është ripërtrir gjatë kohës së pandemisë Covid dhe është një prej zinxhirëve më të ftoftë, më të mirë ndoshta sa i përket infrastrukturës në rajon. A ka hezitim megjithatë, sepse përmende Covidin që nga Covidi dhe marrja e vaksinës ka filluar një hezitim, ka shumë konspiracion, ka ide të ndryshme dhe ndonjëherë hezitohet shumë për marrjen e edhe vaksinave të tjera të cilat dikur nuk është diskutuar fare, por to është marrë. Covid-19 ka nxjerrë sipërfaqe hezitime të ndryshme për shkak se zgjati me vite të tëra qytetarët u lodhen nga infektimet e shpeshta, pastaj erdhi procesi i vaksinimit i cili realisht i dha fund pandemisë, por në vendin tonë ne kemi një traditë të mirë të zbatimit të kalendarit vaksinimit, madje edhe të marrjes së vaksinave sipas indikacioneve epidemiologjike, siç është vaksina e gripit dhe grupi atyre që mund t'i konsiderojmë si hezitus është i vogël në raport me numrin e atyre që shprehin interesim për ta marrë vaksinën. Në raport me vaksinën ne kemi 3 kategori. Kemi kategorinë e qytetarëve që i njohin dobit e vaksinimit dhe që gjithmonë konsultohen me personelin shëndetësor dhe e pranojnë vaksinën si një të mirë, si diçka që mbron shëndetin e tyre. Kemi një grup të vogël, le të themi të hezituese, por këta nuk janë refuzues, këta vetëm kërkojnë më tepër informacione dhe kur bisedojnë me profesionistë shëndetësor bindën që duhet vaksinohen, edhe kemi një grup shumë të vogël të atyre që i refuzojnë vaksinat mirë, po përgjithsisht popullata jonë ka një kulturë të mirë të parandalimit shëndetësor, i marrin vaksinat me kohë, kanë lidhje shumë të mira me komunitetin e profesionistëve shëndetësor që punojnë në njësitë e vaksinimit që janë punëtorë të jashtëzakonshëm dhe kësaj kemi arritur që për çdo vit të kemi një numër të mirë të atyre që marrin vaksinën. Si profesionist shëndetësor, kisha pas dëshirë që të shoh më tepër përgjigje pozitive për marrjen e vaksinës të vetë komuniteti mjekësor, sepse mjekët, infermierët konsiderojnë po personalisht ka një grup i mjekëve që marrin vaksinën mirë, po ne duam që ky grup të rritet për shkak se kemi parë që në vendet e Bashkimit Evropian përqindja atyre që marrin vaksinën e personelit shëndetësor, po flasim është shumë më e lartë se në vendin tonë. Sfundi teknik ka një rritje mirë, po ne jemi të pakënaqur për shkak se dëshirojmë që vetë profesionistët shëndetësor ta marrin vaksinën, për shkak që të jenë të mbrojtur, të mos bëjnë mungesa në punë, të jenë resurse në dispozicion për të menaxhuar situatat. Pse ndodh kjo që ata refuzojnë edhe është një perceptim në mesin e punëtorëve shëndetësor. Nuk është një shembull i mirë, reklam jo i mirë, ndryshe. Është një perceptim në mesin e punëtorëve shëndetësor që ata a priori janë të mbrojtur, që është e gabuar për shkak se ata kanë kontakt me persona të smur edhe duhet më tepër imunizohen nga kontaktet. Ekzistojnë forma të imunitetit natyral mirë, po krijimi i përshtypjes që ti i mbrojtur a priori është e gabuar, kështu që ne u bëjmë thirrje kolegëve që të vaksinohen dhe kësaj të japin edhe një shembull të mirë dhe ta krijojmë një kulturë, le të themi parandaluese në vendin tonë. Mos reagojmë pasi na ka ndodhur diçka, po ta krijojmë kulturën parandaluese e vaksina është mjeti më i mirë për këtë. Vjen një pacient me gjitha këto simptoma që përmendëm në fakt dhe thotë du me marr tani vaksinën. Është vonë? Dëgjoni, vaksina gjithmonë rekomandohet që një pacient nëse ka shenja të ndryshme në një ankesë shëndetësore, s'po të bëjë një vizitë mjekësore te mjeku, po i cili do ta konstatojë nëse kemi të bëjmë me një ndezje, kemi të bëjmë me ndonjë inflamacion apo me grip. Për ta ditur nëse është me grip apo jo, duhet bëhet testimi në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Mirë, po te situata me gripin sezonal ekziston një dritare e gjerë e kohës kur qytetari mund të vaksinohet. Edhe nëse dikush infektohet tani, pas kalimit të infeksionit duhet ta marrë vaksinën për shkak se llogaritet që gripi përfshin një periudhë prej tetorit deri në muajin maj. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe ekziston mundësia për të vaksinuar dhe ajo që është e mirë është që vaksina kur merret tani ka një mbrojtje tek personi që është vaksinuar dikon rreth 1 vjeçar dhe për këtë arsye konsiderohet si tutje, nëse veç ke marrë virusin, po. Të mbron për viruset e tjera të cilat paraqiten gjatë sezonës. Mirë, a kemi Covid? Po ka shumë informacione, do të thotë edhe
jo vetëm për vendin tonë, për Kosovën, por dhe për vende të tjera që Covidin sërish e kemi i prezent, ndonë se nuk po bën testimet shumë ta populata, po e te i kalon pa u marrë shumë e të, por kemi prezencë të Covidit edhe më tej. Po, instituti çdo muaj bën buletinin mujor të smundjeve ngjitse. Edhe unë kam parë që në raportin e muajit gusht, tash sapo kemi përfunduar shtatorin dhe bëjmë raportin për shtatorin, ka pasur 36 raste të evidentuara të Covid, që do të thotë ka dhe raste të Covidit, mirë po e mira është që tashmë kjo konsiderohet sikur një smundje sezonale si gripi sezonal, dhe mund të ketë edhe më shumë, nuk përjashtohet mundësia, por krejt varet sa qytetarët testohen për Covid, ose sa profesionistët shëndetësor kërkojnë një test specifik për ta qartësuar nëse kemi të bëjmë të një pacient me infekcion me Covid, apo me ndonjë infekcion tjetër. Pra, ne përgjithsisht ato që kanë qenë, mirë është që të testohen. Nuk kërkohet shumë edhe nga instituti që të bën testime për bën ko pas kohë, dhe më thash që 36 raste janë evidentuar gjatë muajit gusht. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të ketë raste edhe gjatë shtatorit apo muajve në vijim. Mirë, po ne tash fokusin e kemi te gripi, për shkak se është sezona e tij, edhe qëllimi është që vaksinat cilat janë siguruar përmes Ministrisë së Shëndetësisë të shkojnë atje për çka janë dedikuar. Dikush e ka Covidin, i bën edhe gripi, është më i rrezikshëm. Kjo vaksina e gripit sa ndihmon? Vaksina e gripit është e dedikuar për ta mbrojtur kundër virusit gripi, ndërsa vaksina kundër Covid është vaksinë tjetër, për fat mirë edhe atë kemi në dispozicion dhe ka qytetarë që edhe tani e marrin, zakonisht e marrin disa qytetarë që bëjnë udhëtime në vende ndryshme ku ka një lloj kontrolli, nëse ka 3-4 doza apo më tepër, mirë po është në dispozicion dhe kushdo që e konsideron të arsyeshme mund ta marrë atë, madje edhe qendra evropiane për kontroll smundje, qendra amerikane për kontroll smundje e rekomandojnë gjithmonë që qytetari A kemi ne personel për shembull për të dërguar në një familje ku është një moshuar i moshuar, nuk ka mundësi të lëviz për ta bërë vaksinën? Po, rrjeti i shpërndarjes së vaksinave është jashtëzakonisht i mirë, vaksinat sigurohen, instituti i shpërndan për qendrat e mjekësisë familjare në raste të caktuara, nëse ka personat pa lëvizshëm, normali ekzistojnë ekipet e kujdesit parësor shëndetësor, të cilat e kanë mundësi që të shkojnë dhe ta vaksinojnë ndonjë qytetar të pa lëvizshëm apo që ka ndonjë smundje e cila e parandalon atë që të shkojnë në qendrat e mjekimit të kujdesit shëndetësor. Por nuk ka asnjë problem, mjafton që të kontaktohet me njësinë e vaksinimit edhe të caktohet termini dhe kryhet vaksinimi pa problem. Tashmë po e shohim se kemi pas shumë shpejt ndryshime të klimës, nga temperatura shumë të larta në të ulta. Do të thotë ka dhe raste të ftohjeve të cilat janë shumë lehtë ndodhin, por zyrtarisht jemi ende në sezonën ku ka filluar veç të paraqitet gripi sezonal. Jo, nuk kemi ende raste të gripit. Normalisht instituti bën testimin e patogjenëve të ndryshëm, sidomos tyre respirator, mirë po zyrtarisht nuk kemi raste të gripit. Ndonjëherë qytetarët i ngathrojnë për shembull rastet që ne i quajmë ilja, apo rastet të ngjashme me gripin, apo infeksionet të traktit respirator, apo infeksionet të rënda të traktit respirator me grip. Me grip janë vetëm ato rastet që testohen në laborator edhe që konfirmohen që është izolues, është detektuar influenza A ose B, jo çdo rast, ose çdo lloj komplikimi apo çdo lloj rrufe, ndezje apo çdo lloj simptome ka të bëjë me gripin. Mirë po për qytetarin është më rëndësi që të vaksinohet, të ndjek këshilla mjekësore, të di çfarë terapie të përdor, të njeh shenjat dhe gjithmonë të kërkoj kujdes prej njerëzve që janë të përgatitur për ta dhënë atë, që në këtë rast janë mjekët, infermierë dhe profilet e tjera shëndetësore. A kemi numër të mjaftueshëm të vaksinave në proporcion me numrin e popullatës? Po, janë në dispozicion 85.000 doza, kaq ka pasur edhe vitin e kaluar. Jo të gjitha janë shpenzuar, kështu që ne kishim dashur që të shpenzohen të gjitha, madje të ketë më tepër nevojë, por në varësi prej ecërisë së procesit ne mund të sigurojmë edhe të tjera, por besojmë që këto janë doza të mjaftueshme për të mbuluar këto që i konsiderojmë grupe të rrezikut. Një gotë çaj aty, vitamin C, edhe paracetamol, edhe nuk po shkojmë e marr vaksinën. Çfarë i thoni ju këtyre? Ajo është plus. Ajo është më tepër metoda për ta mjekuar gripin në rast se shfaqet, për shkak se me vaksinë gripi bie. Ekziston shpesh një ajo thot e kalova. Dikush edhe mund ta kaloj, mirë po ne sugjerojmë fuqishëm marrjen e vaksinës, ndërsa këto që i përmendet ti janë pjesë e atij
vargët të trajtimit të rasteve me grip, qajrat, lëngjet, paracetamoli, ndërsa nuk rekomandoj normalisht marrjen e Ju vetë keni marrë vaksinën? Unë do ta marr të hënën, besoj së bashku me gjithë anëtarët e komitetit këshillues për vaksinë, sepse kemi lënë që ta marrim së bashku, edhe kësaj ta promovojmë vaksinën edhe në mesin e komunitetit tonë. Të hënën, kolegë nga regjia na thonë një paraqitje live do ta bëjmë nga procesi kur ju merrni vaksinën. Absolutisht jeni të mirëseardhur që të vini aty edhe gjithë janë profesionistë shëndetësor ata që po kush është aty duhet me marrë dhaj? Bashkë me ekipën, bashkë me grupin. Patjetër nuk ka asnjë konfuzim. Më duket të kam si pushim, mund të shkoj unë apo jo, më lejohet? Shko, po, dhe në bashkë prej atje, merr dhe vaksinën. Unë do të konsultohem me shefin e vaksinimit edhe në momentin që kjo do të bëhet do t'ju ftoj gjithsesi për shkak se kemi dashur që të bëjmë edhe një mesazh për publikun edhe për komunitetin mjekësor që vaksina duhet merret për shkak se nuk ka mjet tjetër më efikas për parandalim. Edhe në mjeksi dihet thotë gjithmonë është më lehtë parandalohet se sa të mjekohet. Vetëm një herë gjatë sezonës merret, nuk ka nevojë vetëm një dozë, edhe kjo është e vlefshme për 12 muaj. Mund ta marr thash gjithkush prej moshës 6 muajshe e sipër, ka raste të veçanta për shembull kur ka ndaj kundër indikacion specifik, por ato raste përcaktohen nga mjek. Në situata të tjera, personat me sëmundje kronike, shtatzanat, madje shumë e rëndësishme ta marrin vaksinën për shkak se përveç që sigurojnë. Edhe shtatzanat e ne duket që pak në numër janë. Shumë pak, fatkeqësisht, mirë po është shumë e rëndësishme që të ketë një ndërgjegjësim më tepër edhe të dihet që shtatzanat bëjnë pjesë në kategoritë e rrezikuara. Dhe ato është mirë që ta marrin vaksinën, rekomandohet në 3 muajorin e 2 ose 3, mirë po nuk ka asnjë pengesë. E mirë është që të merret që në fillim, për shkak se kësaj përveç që mbrohet shtatzana, ajo transmeton antitrupsat edhe te fetusi dhe krijon një mbrojtje dyfishtë. Patjetër që po. A ka raste, domethënë, kur paraqiten komplikime, kur ndonjëherë ju lajmërohen edhe personat që kanë vaksinat po mendoni? Po, nga marrja e vaksinës ku ekziston një lloj drojtjes që në organizmin e tij ka reagenca, çfarë ndryshime mundet me pas një organizëm që me qenë i përgatitur, i informuar? E mirë është që ndonjë alergji ndodh ndonjëherë apo zakonisht personat që kanë kundërindikacione alergji ose diçka ngjashme konsultohen me mjekun para se ta marrin vaksinën ose kur kanë ndonjë gjendje febrile me temperaturë duhet pritet të kapërcej ajo dhe të gjendet momenti i volitshëm për ta marrë mirë, po vaksina e gripit njihet si një prej vaksinave që ka efekte anësore pothuajse kur fare, mund të ketë ndonjë dhimbje për shkak shpimit ose diçka mirë, po kjo është e tejkalueshme, ndonjë temperaturë lehtë e fëmit, por nuk ka komplikim apo efekte të padëshirueshme anësore. Po ne megjithatë kemi një instrument, kemi një mekanizëm që i përcjell efektet anësore, jo vetëm se vaksine për të gjithave, dhe nëse ka një efekt, ai regjistrohet edhe hetohet pastaj. Për fat mirë, as te dhënia gati 2 milion doza, as te dhënia vaksinës kundër HPV-s që është ka bërë që 2 vjet në Kosovë, as te gripi nuk kemi pasur ndonjë rast apo ndonjë komplikim serioz, cilin ne do duhet ta raportojmë ndonjë institucion më të lartë shëndetësor jashtë vendit. Po. Ai që vjen të marrë vaksinën do të pushojë atë ditë? Nga puna? Nuk ka me legj, nuk ka ndonjë lloj incentivizimi, mirë po te strategjitë që ne përdorim për të nxitur qytetarët që të vaksinohen më tepër, sidomos komunitetin mjekësor, kemi dashur që të gjejmë ndonjë formë të stimulimit të njerëzve që vërtet ndihen komfort edhe përveç benefiteve mjekësore të kenë diçka më tepër si nxitje për ta marrë vaksinë. Është diskutuar si mundsi, por për këtë shohim. Ende nuk s'qen ka Ka strategji ndryshme që përdorin shtetet e ndryshme, disa për shembull përdorin detyrime ligjore, nxisin masa detyruese që njerëzit të vaksinohen, disa nuk është obligative. Vaksina është japet si vaksinë me indikacione epidemiologjike, sepse gripi e ka sezonin e vet. Mirë po, ne kemi rekomandim të fuqishëm që duhet për ta marrë sepse është mënyra më e mirë. Mirë po, askujt si japet me zor. Po e mirë është që në vendin ton ka një kulturë të mirë parandaluese në raport me vaksinimin dhe qytetarët i marrin vaksinat, madje ty të kujtohet se ke përcjell vazhdimsi sa
ma herët janë vënu vaksinat, interesimi ka qenë shumë i madh. Ani kur vonohen, Prindrit kanë bërë presion, po pra, pse po vanat? E kjo është arsyeja që edhe ata që nuk e marrin kanë vërejtë kur vonohen. Po e kemi pa këto fenomene ndodhen gjithkohën, edhe në kohën e Covidit, derisa siguron vaksinat kishte presion të madh. Patmi e lanë shumë mirë. Jo, nuk besoj që i kanë rënë. Shumica e qytetarëve të vëdëshëm që kanë bë mirë edhe kanë mbrojtur shëndetin. Po disa vaksina nuk ishin të mira, më pas dolën vetë ata që i shpikën e thanë që nuk janë të mira. Qysh fillim të dhënies vaksinave, po flas për vaksinat Covid, ka pasur për shembull për disa lloje vaksina disa efekte që mund të shfaqen. Nuk është se nuk është paralajmëruar. Mirë po gjithmonë duhet bëhet një balans midis benefitit edhe humbjes. Po, mirës dhe të humbjes, por ndoshta është ende e herët normalisht që do të bëhen studime mirë, po studimet e shumta janë që këto vaksina i kanë dhënë fund pandemisë. Kështu që kushdo që ka ndonjë lloj hezitimi, veç le ta imagjinojmë botën si ka qenë pa vaksina, ose le ta imagjinojmë atë periudhën kur pritej të vijë vaksina dhe çfarë entuziazmi, se çfarë dëshire ka qenë frika shumë e madhe, do të thotë vaksina është shpëtim, por më pas kur e te kalon atë fazë, atëherë merresh me pasojat e asaj, ka pas ndonjë pasojë, ndoshta s'është dashme të qenë kështu. Vinë pyetje të tjera të cilat në fakt ende nuk kanë përgjigje definitive, sepse edhe shkenca e ka pas pamundur që të bëjë të gjitha ulëmtime studime, sepse është kohë shkenca është e hapur, vazhdimisht kryen studime, analiza, mirë po ajo që di deri më tash edhe që rekomandohet fuqishëm edhe prej OBSH-s edhe prej Qendrës Evropiane për kontroll sëmundjes, Qendrës Amerikane, është që vaksinat kanë dhënë efekt edhe ato e kanë frenu dhe i kanë dhënë fund pandemisë. Përndryshe ne kjo kish mund të zgjasë edhe me vitet tona, me më shumë vdekur, me më shumë dëme ekonomike edhe më shumë dilema për të ardhmen. Kështu që unë që vi nga komuniteti mjekësor, i bëj thirrje shtetarëve që t'i besojnë shkencës, sepse njerëzit që merren me mjekësi janë thirrur për të folur për produkte mjekësore, për intervenime ndryshme, e ma pak ose hiç atyre që shpërndajnë dezinformata, sepse dezinformata në fundit ka një qëllim negativ. Mos harrojmë edhe një gjë ta potencojmë në fund të kësaj bisede. Ndonjëherë apo shpeshherë dhe neglizhojmë, është grip, diçka shumë me lehtë dhe kaluese. Por në disa persona të caktuar, në individ të cilët kanë djeshmëri më të madhe, një grip mund të lë pasoja të mëdha shëndetësore, madje jemi dëshmitar të asaj që nuk kalon asnjë vit që nuk ka dhe humbje të jetëve pikërisht nga gripi sezonal. Andaj nuk është për me u neglizhu. Absolutisht, një prej gabime më të mëdha është nëse gripi konsiderohet si një sëmundje lehtë. Gripi ditë shkaktoi komplikime dhe dikon rreth 700.000 vet në botë gjatë vitit humbin jetën prej gripit, mos them edhe më tepër. Kështu që nuk bën të neglizhohet. Gjëja më e mirë është vaksina, se vaksina është mjet parandalues, por në rastet kur kanë simptomatologji apo komplikime të drejtohen, të konsultohen me mjekun, të marrin terapinë e duhur edhe do ta kalojnë më lehtë sigurisht, sepse ka mjaft studime, për shembull edhe rastet kur dikush që është vaksinuar ose infektuar, mbas studimeve tregohet që gjasat e atij personi që është i vaksinuar që të shtrihet, le të themi, në kujdes intensiv janë shumë të vogla në raport me ata që nuk janë vaksinuar. Faik, faleminderit. Nëse ke edhe ndonjë këshill për fund për qytetarët? Vetëm i kërkoj që të përcjellin informacionet që ndajnë mjekët e nivelit primar, sekondar, terciar, shkojnë ta marrin vaksinën, të jenë të informuar për shëndetin e tyre, është veçanërisht e rëndësishme tani, sepse peshini me ftohjen e kohës, njerëzit grumbullohen, qëndrojnë më tepër brenda, dhe në këto rrethana nuk ka mbrojtje më të mirë për këto kategori që i përmendëm se sa vaksinimi, pa përjashtuar edhe ndihmën mjekësore dhe këshillat të cilat janë të nevojshme gjithmonë. Faleminderit. Edhe juve për mundësinë, faleminderit.